Të nderuar vëllezër e motra, në këtë ditë feste, nga ky vend i bekuar e bashkërisht me ju, të nderuar besimtarë, më lejoni që të shpreh shqetësimin tim të institucioneve të Bashkisë Islame të Kosovës dhe të tërë shoqërisë sonë e në gjërë, për kitazi me vrasjet që kanë ndodhur në vendin tonë, sidomos në këto 2 javët e fundit, ku humbën jetën 4 qytetarë të vendit tonë, e që është shqetësim dhe brengosje për të gjithë ne. Pavarësisht motiveve dhe rrethonave, në Islam, vrasja është një akt i ndaluar, i shëmtuar dhe është një nga gjunahet më të mëdha. Feja islame jep shumë rëndësi jetës, së njeriu dhe mbrojtjes së saj. Kurani e potencon qartë ndalimin e vrasjes së tjetrit, përse në Kur'anin famlar thuhet: kush vret një njeri pa të drejtë, është sikur se të ketë vrarë të gjithë njerëzimin. Dhe kush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Andaj, edhe një herë apelojmë për respektimin e jetës së çdo individi dhe për ndalimin e dhunës ndaj të pafajshmëve. Të gjithë duhet të jemi unik për të promovuar paqen, tolerancën dhe mirëkuptimin. Nga të rreshat duhet t'i trajtojmë me qetësi, ndërsa zgjidhjen e tyre duhet të kërkojmë në rrugë institucionale e jo me vetë gjyqësi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر Na dhuro pace, begati dhe dashuri në zemrat e familjet tona. Bashko zemrat tona në dashuri dhe vëllazëri, unitet e harmoni, largon nga ne urrëtin dhe padrejtinë, na bëj prej atyre që jetojnë me devotshmëri dhe vdesin me iman. O Zot, Fitër Bajrami që festë e mbushur me pace, harmoni dhe lumturi për të gjitha familjet tona. Fitër Bajrami, alhamdulillah.